Shikues të Star Plus, përshëndetje, jemi në hapësirën. Për herë të parë pas shumë vitesh, një drejtuese e një institucioni të rëndësishëm si hipoteka vendos të bëjë transparencë me publikun e Shkodrës. E ftuar në emisionin Studio e Hapur me Teodor Gjergën, drejtuesja e ASHK Shkodër Eglantina Froku shprehet se në drejtimin e saj institucioni është transparent dhe i hapur për qytetarët. Edhe gjatë ushtrimit të detyrësime ju bëjmë dije dhe ju sqaroj të gjithëve që Agjencia Shtetërore e Kadastrës apo një drejtori hipoteke siç e njohin edhe njerëzit është një institucion ku administron pjesën e dokumentacionit të pronësisë dhe nuk merr vendimarrje, por vendos në bazë të këtij dokumentacioni që administrohet dhe në fund fare emeton ose titujt të pronësisë që janë në bazë të ligjit 20/2020 ose bën regjistrimin e titujve të dhënë që janë dhënë më përpara në kuadër të ligjit 111 për kadastër. Qoftë edhe në institucione të tjera më përpara ku kam drejtuar, dua të jem sa më shumë në kontakt me publiku, sepse një komunikim edhe verbal në zyrë një sqarim dikush ka një paqartësi është më lehtë për të bashkëvepruar edhe për të dalë në një konkluzion dhe në mënyrë që të përmirësojmë edhe cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Kështu që unë kam zgjedhur që të jem ajo pjesa e një drejtorie të hapur, transparente, në një takim të vazhdueshëm qoftë edhe me qytetarët të cilët shpeshherë pyesin se çfarë duhet të aplikojnë apo se si duhet të aplikojnë, sepse ka paqartësi dhe jo çdo kush i kupton terminologjinë juridike të pjesës së regjistrimit apo të kodeve të shërbimit. Për sa i përket punës së bërë nga Hipoteka Shkodër vitet e fundit, Froku bën të ditur se ka pasur një rekord historik ku janë dhënë mbi 1800 legalizime, ndërkohë që i gjithë qarku Shkodër ka në proces rreth 20.000 procese legalizimi. Viti 2025 ka qenë viti më i suksesshëm i dhënies së numrit më të lartë të legalizimeve për qarkun e Shkodrës. Në këtë vit janë dhënë gati 1800 vendime legalizimi dhe kur flasim për pjesën e Shkodrës, dua të përmend që DVSH Shkodër administron 5 bashki në kompetencë të saj, që është Bashkia e Fukës, e Fusharësit, e Bautë të Dejës, e Malësisë së Madhe dhe Bashkia më e madhe që është ajo e Shkodrës. Sigurisht nëse do të mundemi për të bërë më shumë, patjetër. Kemi punuar me të gjithë kapacitetin maksimal të burimeve njerësore. Objektivi kryesor tashmë për drejtorinë tonë janë kthyer shtëpitë para 91-shit, të cilat në pjesën e qytetit të Shkodrës janë në numër të lartë aplikimesh, por gjatë shqyrtimit ne konstatojmë që pjesa më e madhe e tyre janë të regjistruara në regjistrat hipotekor dhe qytetarët gjatë viteve janë ose keq orientuar ose me vullnetin e tyre kanë aplikuar gabim si një shtëpi të ndërtuar pa titull pronësie. Kështu që ne marrim masat që t'i trajtojmë në kuadër të bazës ligjore që ne kemi, pasi dhe në këtë rast e kemi një vendim të Këshillit të Ministrave që është 781 dhe bëjmë të mundur selektimin e praktikave. Ende në proces mund të mendohet, sepse tash ato numri sakt pasaj evidentohet gjatë punimit të tyre, arrin deri në 20.000 praktika në proces, por që pjesa më e madhe e tyre bëhet edhe një filtr, pasi një qytetar mund të ketë aplikuar edhe 2-3 herë dhe ka 2-3 aplikime për të njëjtën dosje. Në këtë rast bëhet bashkimi i dosjeve fizike dhe sigurisht që emetohet vetëm një vendim legalizimi ose një vendim 827 për objektet e ndërtuara para vitit 91 dhe oboret në përdorim. Ndërkohë, Froku bën të ditur rëndësinë e veçantë që hipoteka po i jep legalizimit të objekteve të kultit në qarkun Shkodër. Pas kishës së madhe që u pajis me certifikat pronësie, janë rreth 67 kisha dhe 18 xhami, që gjithashtu kanë marrë dokumentin e pronësisë. Ndërkohë, ekskluzivisht zbulon në Star Plus se brenda muajit të Ramazanit do të marrin certifikatën e pronësisë xhamia 2 Vajzave, xhamia Pranurës së Bunës edhe xhamia në Tepe. Qoftë edhe nga një kërkesë arqipeshkvit, qoftë edhe nga një bashkëpunim fal institucionit të Bashkisë së Shkodrës, i cili e evidentoi si problematik këtë lloj gjëje, me njerë stafi mori masa dhe u angazhuam për të vendosur kontaktet me arqipeshkvin në Shkodër dhe për të administruar dokumentacionin që ata kishin. Katedralja e madhe, ashtu si kundër njihet edhe nga të gjithë kisha e madhe, rezulton e ndërtuar në vitin 1858 me kërkesë të Shtetit të Venedikut dhe me lejimin me ferman të posaçëm të sultanit të Perandorisë Osmane. Kështu që ky dokumentacion origjinal administrohej nga kisha e madhe dhe
përveç se ishte diçka e veçantë, unë ndjeva privilegjin dhe është një nga gjërat më të bukura që kam bërë gjatë ushtrimit të detyrës sime. Përkoi certifikimin kishte së madhe në periudhën e kreshmës, po përveç se një identitet fetar, unë mund të them që është dhe një identitet kombëtar, duke qenë se në atë kish në tavanin e saj ruhen pikturat origjinale të bëra nga Colli Dromeno në vitin 1911. Për te atmosferës festive fetare, si një vajzë muslimane e martuar në një familje katolike, ne po procedojmë dhe deri në ditët e festës së Bajramit do të bëjmë të mundur legalizimin dhe pajisjen me titull pronësie për 3 xhamia në qytetin e Shkodrës, që është xhamia e 2 vajzave, është xhamia te kura e vjetër e Bunës edhe një xhami në Tepe. Po këto nuk janë as të para dhe as të vetme të cilat ne kemi kryer procesin e legalizimit, qoftë në vitet e paraardhësit e mi, qoftë edhe gjatë ushtrimit të detyrës sime. Në qarkun e Shkodrës janë legalizuar deri më tani 67 kisha edhe 18 xhami, ndërkohë që kemi ende të tjera në proces të cilat do shqyrtohen dhe patjetër brenda vitit 2028 do të kryhet finalizimi të gjitha legalizimit të këtyre objekteve. Në mbyllje, Froku jep lajmin e mirë për qytetarët e Shkodrës, se brenda vitit 2028 do të përfundojnë të gjitha legalizimet në qarkun e Shkodrës. Unë dua t'ju garantoj një gjë që brenda vitit 2028, i cili është edhe viti përmbyllës i afatit të procesit të legalizimit, nga DVSHK Shkodër do të trajtohen të gjitha dosjet. Asnjë dosje nuk do të ngelet pa trajtuar dhe pa një vendimarrje përfundimtare. Në këtë kuadër, ne kemi bashkëpunuar edhe me drejtorinë e zonave të stimuluara që është në Tiranë, ku nga ana e kësaj drejtorie na është bashkuar për më shumë se 1 muaj tashmë, dhe 6 inxhinier të tjerë të cilët po punojnë për të rritur volumin më të madh të vendimeve që do t'japin që ato 22.000 që ne tham dosje që janë në proces legalizimi ne të arrijmë dhe t'i përmbyllim. Objektivi i radhës është që kjo vendimarrje në muaj të arrijë deri në 500 apo 600 vendime legalizimi. Ne kemi besim që do t'ja arrijmë dhe patjetër që do t'ja arrijmë. Ne qytetarët duam vetëm pak durim këtë kohë. Mund të jenë lodhur, e kuptoj që nga 2006 ta kanë atë pjesën, por që ajo që unë theksoj është që legalizimet nuk do të mbyllen pa u trajtuar deri në datën 31 dhjetor 2028 dhe dosja e fundit që administrohet në arkiv.